Mbani djathën në shtëpi dhe e konsumoni në këtë mënyrë. Nuk do vuani kurrë nga këto 3 probleme. Kush nuk e do djathin, shqiptarët e konsumojnë atë shumë. Një fet djathë dhe shndron edhe sallatën ose vaktin më të mërzitshëm në një gosti të shijshme. Djathi, edhe në të kaluarën, ka qenë një nga produktet e bulmetit më të rekomanduar nga mjekët. Kjo për shkak të vlerave shëndetësore që ai i bartë me shumicë. Por rekomandohet që të konsumohet djathë rregullisht në dietën tuaj për të marrë vlerat shëndetësore që ai i bartë. Duke qenë se është një produkt që konsumohet gjerë, nuk është menduar gjatë se në cilin vakt, djathi ka potencialin e tij më të madh dhe arsyet kryesore pse duhet ta konsumoni. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Sipas të dhënave të mbledhura, mëngjesi është vakti më i përshtatshëm kur trupi ynë përfiton më shumë nga vlerat e djathit të bardhë. Në këtë video do të listojmë të gjitha arsyet pse djathi duhet të konsumohet në mëngjes, cilat janë përfitimet për shëndetin tuaj. Sipas ekspertëve, djathi i konsumuar për mëngjes është shumë më i thjeshtë për t'u tretur gjatë gjithë ditës. Djathi i bardhë është një produkt i bulmetit që organizmi ynë e tret më lehtë. Falë strukturës së tij, enzimat e stomakut arrin të shpërbëhen shumë më shpejt dhe në të njëjtën kohë lehtësojnë dhe përthithin mineralet që ai përmban. Një vlerë tjetër është se duke qenë se ka veti të mira antiinflamatore, ai do të ndihmojë ndjeshëm gjithashtu edhe në të gjithë personat të cilët janë intolerant ndaj produkteve të bulmetit. Djathi i bardhë ka përqindjen më të ulët të yndyrës. Djathi i bardhë ka 21 gram yndyrë për çdo 100 gram, duke e çuar këtë produkt në shkallën më të lartë të klasifikimit të ushqimeve mirëbërëse. Nëse ky djath konsumohet në mëngjes nga personat që kanë probleme me kolesterolin, ai do të ndihmojë në ruajtjen e ekuilibrave të shëndetshëm të përthithjes së yndyrnave edhe gjatë ditës. Djathi i bardhë është një burim shumë i mirë i proteinës cilësore në dobi të shëndetit tuaj. Përveç sasive të konsiderueshme të kalciumit, djathi i bardhë përmban edhe proteina. Të gjithë ekspertët dhe mjekët këshillojnë çdo që mëngjesin ta pasurojnë me sa më shumë proteina cilësore. Nga njëra anë ato japin organizmit tuaj më shumë energji gjatë ditës dhe nga ana tjetër ato janë jetësore për shëndetin e muskujve dhe elementeve ushqyes të trupit. Djathi është i pasur gjithashtu plot me vitamina. Djathi i bardhë është i pasur me vitamina të rëndësishme siç janë vitamina B6, vitamina A dhe fosfori. Vitamina B6 ka një funksion thelbësor në metabolizimin dhe formimin e qelizave të reja. Ndërkohë, vitamina A, falë antioksidantëve që përmban, lufton të gjitha radikalet e lira. Fosfori i fundit në radhë, por jo nga rëndësia, është një mineral që gjendet në secilën qelizë të organizmit tonë. Djathi ndihmon stomakun të ruajë ekuilibrat e acideve. Në bashkëveprim me kalciumin, ai rigjeneron dhe ndërton qelizat kockore për rritjen e jetëgjatësisë së organizmit. Këto vitamina dhe minerale, nëse konsumohen në mëngjes, arrin të ruhen në organizëm dhe të kryejnë funksionet e tyre për gjatë gjithë ditës. Djathi përmban probiotik. Djathi i bardhë është një produkt ideal për shëndetin e aparatit tretës. Ai përmban një numër të lartë të probiotikëve të cilët ndihmojnë në përmirësimin e funksioneve të stomakut, por jo vetëm. Djathi ndihmon edhe në shëndetin e kockave. Duke qenë se djathi i bardhë prodhohet nga qumshti i lopës, deles ose dhis, është një burim i kalciumit dhe i kaliumit. Nëse ai konsumohet në mëngjes, trupi përfiton nivelet e duhura të këtyre mineraleve, të cilat janë shumë të rëndësishme gjithashtu edhe për organizmin tuaj në mënyrë të përgjithshme. Djathi i bardhë është një nga produktet të cilat shumica e shqiptarëve konsumojnë vazhdimisht në dietën e tyre. Kjo falë elementeve ushqyes që ai ofron për mbrojtjen e organizmit dhe parandalimin e komplikacioneve të njëpasnjëshme. Djathi i bardhë është një lloj djathi i cili në botë nuk flitet shumë. Në vendin tonë, si në të gjithë vendet e mesdheut, djathi i bardhë është ai i cili i jep lezetin ushqimit. Sipas një artikulli, djathi i bardhë ose feta, siç referohen të huajt, është djathi me më shumë vlera ushqyese dhe gjithashtu edhe më i shëndetshëm. Përveç vlerave të pakundërshtueshme ushqyese, ky lloj djathi duket se ka edhe shumë veti të tjera,
të cilat e bëjnë atë shumë të shëndetshëm, janë disa prej të cilave do t'i rëndisim në këtë video. Djathi i bardhë mund të konsumohet nga të gjithë, madje edhe nga njerëzit të cilët kanë intolerancë kundër ushqimeve të lopës ose të bagëtive të tjera, duke harruar që djathi i bardhë nga bagëti të ndryshme ka shije të ndryshme. Djathi na ndihmon që të bijem nga pesha. Djathi përmban një sasi të aminoacideve të cilat ndihmojnë në tretjen e ushqimit dhe metabolizmit. Gjithashtu edhe vitaminat që ky djath përmban ndihmon në rritjen e imunitetit, kryesisht të vegjëlit. Djathi gjithashtu është i pasur me proteina. Nuk ishte se si të ndodhte ndryshe, një djath kaq i mirë sigurisht që do të ishte i pasur me vlera proteinike. Për më tepër, përdorimi i djathit te diabetikët për shkak të proteinës që ai përmban ndihmon në prodhimin e insulinës nga trupi. Djathi përmban nivele të mira të kalciumit. Sigurisht që djathi i bardhë është i pasur me kalcium, i cili është një komponent shumë i rëndësishëm për kockat dhe për muskujt tuaj. Djathi është i pasur me vitamina. I pasur me vitaminën A dhe magnez, djathi i bardhë është një nga produktet më të mira për dietën tuaj. Ja si të zgjidhni djathin më të mirë. Kërkoni për djathin e bardhë dhije ose dele. Blini produkte të certifikuara dhe shikoni që të ketë vrimë edhe në sipërfaqet e tij. Kështu do ta keni më të lehtë edhe përmirësimin e shëndetit tuaj, falë këtij produkti mjaft të rëndësishëm dhe fantastik që mund të shtohet në dietën tuaj. Djathi përmban vlera të rëndësishme për konsumin e rregullt të trupit, dhe gjithashtu cilësohet edhe si një zgjidhje mjaft e mirë, por ekspertët këshillojnë edhe djathin e dhisë. Djathi i dhisë është i njohur gjithashtu si çevre dhe bëhet nga qumshti i dhisë. Ai vjen në një larmi të aromave nga djathi i freskë i butë ose i përhapur te djathi i kripur dhe i thërmuar. Të gjitha llojet të djathit të dhisë janë të ngarkuara me lëndë ushqyese thelbësore, siç janë kështu yndyrnat e shëndetshme, proteinat, vitaminat, mineralet, gjithashtu edhe vitamina B2, kalciumi, magnezi, fosfori. Gjithashtu ato janë të pasura me minerale të rëndësishme për rigjenerimin e organizmit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Nëse doni të përmirësoni shëndetin tuaj dhe të mbani larg komplikacionet e tij, përfshiheni djathin e bardhë në dietën tuaj, pasi kështu do të ofrojë një mbrojtje më të mirë të shëndetit, siç është edhe ulja e niveleve të këqija të kolesterolit. Djathi i dhisë është i pasur gjithashtu me acide yndyrore të pangopura që përmirësojnë edhe shëndetin tuaj kardiovaskular. Një studim i vitit 2020 i botuar në revistën Nutrients zbuloi se njerëzit mbi peshë me një rrezik të sëmundjeve kardiovaskulare që konsumonin çdo ditë të paktën 60 gram djathë dhije për 12 javë, ulën edhe rrezikun e kolesterolit të keq. Djathi ndihmon gjithashtu edhe në uljen e niveleve të problemeve të peshës. Ndërsa djathi i bardhë është një nga produktet më të mira të qumshtit, djathi i dhisë konsumi i tij mund të ndihmojë gjithashtu edhe në humbjen e kilogramëve të tepërt, duke u siguruar trupit një energji më të mirë dhe duke parandaluar kështu edhe komplikacionet e tij. Një studim i vitit 2017 raportoi se njerëzit të cilët konsumonin një mëngjes të bazuar kryesisht edhe të djathi patën një performancë më të mirë të shëndetit të tyre kundër këtyre komplikacioneve dhe sigurisht edhe një mbrojtje më të mirë të organizmit dhe të peshës trupore. Nëse doni të mbështetni shëndetin tuaj të kockave, përfshini djathin e bardhë në dietën tuaj. Djathi i dhisë është një burim i mineraleve thelbësore si kalciumi, fosfori, gjithashtu edhe bakterie të rëndësishme për mbrojtjen e shëndetit dhe parandalimin e komplikacioneve të tyre. Ndaj në këto raste, ekspertët këshillojnë në konsumin e rregullt të djathit në dietën tuaj si një element të lartë ushqyes edhe për mbrojtjen e shëndetit të kockave. Djathi i dhisë mund të jetë gjithashtu një produkt që mund të zvogëlojë problemin e akneve. Djathi i dhisë përmban acid kaprik që është treguar se posedon veti antiinflamatore dhe antibakteriale. Studimet kanë treguar se djathi i dhisë mund të jetë edhe një zgjidhje shumë e mirë ushqyese kundër akneve. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme
masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.